kemi vendosur të vizitojmë ambientet e Institutit të Mjekësisë Transfuzione të Dhurimit të Gjakut. Dhurimi i gjakut është një akt humanitar dhe jetik për shëndetin publik. Ai ndihmon në shpëtimin e jetëve të njerëzve që kanë nevojë për transfuzione gjaku për shkak të sëmundjeve, operacioneve, aksidenteve apo komplikimeve të tjera shëndetësore. Përveç ndihmës që jep për të tjerët, dhurimi i gjakut ndihmon edhe dhuruesin, duke përmirësuar rigjenerimin e qelizave të gjakut dhe duke monitoruar shëndetin e tij. Në këtë material do të ndiqni deklarata nga drejtori i Institutit të Mjekësisë Transfuzione në Shkup, Amir Elezi, i cili rrëfehet për misionin e institutit. Misioni parësor i Institutit për Mjekësi të Transfuzionit Gjakut në Shkup është që të siguroj gjak dhe produktet e gjakut të sigurta dhe të kontrolluara për të gjithë pacientët të cilët kanë nevojë të trajtohen dhe të marrin këtë lloj trajtimi nga klinikat të cilat janë në nivel të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ka dhurues të gjakut mesatërisht në vit në Maqedoninë e Veriut, grupomoshat më aktive të cilët dhurojnë gjak? Viti që lam pas, viti 2024, ishte viti ku arrit numri rekord i dhuruesve vullnetar të gjakut. Faktikisht ne kishim 58.000 dhurues për vitin 2024, që është një numër solid i cili përmbush të gjitha nevojat e pacientëve dhe të klinikave të cilat ka nevojë për gjak dhe për produktet e gjakut. Mirëpo, siç evoluon mjekësia, po ashtu edhe kemi numër të madh të shtuar të sëmurëve, sidomos atyre të cilat janë me sëmundje onkologjike, me kancer dhe me sëmundje hematologjike dhe nevojat rriten dita ditës, prandaj edhe angazhimi jonë është që të sigurojmë sasi të mjaftueshme nëpërmjet fushatave dhe dhuruesve vullnetar të cilët vinë në ambientet e institutit tonë dhe në qendrat tona për të dhuruar gjak. Cilat janë grupmoshat të cilët dhurojnë më së shpeshti gjak në vendin tonë? Grupmoshat të cilat janë dhurues më të shpesht janë normal grupmoshat më vitale të rinj. Faktikisht nga mosha 19 deri në moshën 30 vjeç që kemi përqindjen më të madhe të dhuruesve të gjakut dhe ky është një fakt që na gëzon shkaku se janë grupmosha të cilët nuk kanë sëmundje shoqëruese, një ashtu janë pjesa më vitale e shoqërisë e cila dhuron gjak vullnetar. A mund të na veçoni se cilat janë sfidat kryesore me të cilat përballet instituti dhe siguria e sasive të nevojshme të gjakut? Si sfidë kryesore është ajo që përmenda edhe më përpara se shtohet numri i të sëmurëve, sidomos atyre me sëmundje onkologjike dhe hematologjike, dhe kjo përbën një sfidë të re për ne që të mundemi të sigurojmë sasi të mjaftueshme dhe ne këtë vetëm e bëjmë përveç planeve të cilat janë vjetore të paracaktuara për aksione për dhurim të gjakut, ne bëjmë edhe aksione të jashtëzakonshme ku përfshijm grupe të ndryshme të interesit, grupmosha të ndryshme, po ndërmarrim edhe një fushat në të cilën i përfshijm edhe personazhet publik të cilët janë shembull në vete dhe për ndjekësit e tyre se si të tregohen human dhe të jenë dhurues të rregullt të gjakut. Me këtë pretendojmë që të rrisim vetëdijsimin, sidomos te grupmoshat e reja, për të qenë dhurues të rregullt të gjakut, me vetmin qëllim që të sigurohen sasitë e mjaftueshme për të gjithë të sëmurët të cilat kanë nevojë për gjak dhe për produktet e gjakut, dhe kjo fushat po funksionon më së miri, po ecë në kontinuitet dhe besojmë që në vitet në vijim, sepse kemi një plan më afatgjatë sa i përket kësaj teme, shkaku se duam që të kemi një metodologji të paracaktuar dhe që të jemi të gatshëm që të përmbushim të gjitha nevojat të cilat i kanë klinikat dhe spitalet në vend. Zotëria Amir, a mund të na tregoni pak edhe për vetëdijsimin tek qytetarët? A mendoni se edhe qytetarët janë mjaft informuar, po ashtu të vetëdijsuar për rëndësinë e dhurimit të gjakut? Mendoj që ka plot hapësirë për të punuar në këtë drejtim, mirëpo unë jam tepër i kënaqur me nivelin e vetëdijsimit dhe fakti që përgjigjen pozitivisht thirrjeve tona për dhurim të gjakut, shkaku se sot jemi në një situatë kur kemi rezerva të përmbushura të gjitha grupeve të gjakut dhe
disponojmë edhe me produkte të gjakut në sasi të konsiderueshme dhe e gjitha kjo është fal dhuruesve tanë vullnetar të cilët nuk hezitojnë dhe shprehin shpirtin e tyre human në ndihmë të gjithë pacientëve të cilët kanë nevojë dhe këtu e shfrytëzoj rastin që të jap një falënderim publik të gjithë dhuruesit tanë që të vazhdojnë edhe në të ardhmen të jenë kontributor në ndihmën ndaj pacientëve me anë të dhurimit të gjakut. Cilat janë kushtet të cilat duhet i plotëson një donator për të dhuruar gjak në kontinuitet, pra të jetë një donator i rregullt? Atëherë, kushti parësor është normal mosha, të jetë mbi 18 vjeç, një ashtu të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe kushti i tretë do kisha thënë është vetëm dëshira për të ardhur dhe për të dhuruar që t'u ndihmoj pacientëve. Atëherë, zotëria Amira, na tregoni pak edhe për rastin e tragjedisë së Koçanit. Keni pasur mjaftueshëm gjak dhe po ashtu sa është nevojitur që të dhurohet gjak gjatë kësaj tragjedie? Kështu lloj ngjarje dhe tragjedish janë sfida të vërteta për çdo lloj sistemi shëndetësor, po ashtu edhe për tonin. Mirëpo me krenari dhe mburje mund të them se instituti jon i ka përmbush të gjitha nevojat dhe kërkesat të cilat kanë pasur pacientët dhe të lënduarit gjatë trajtimit të tyre në klinikat e vendit dhe më duhet të them se kjo është një përmbushje dhe një arritje e cila reflekton edhe punën tonë të më përparshme, shkaku se në rastet të këtilla kur ndodhin situatat h për h nuk është e mundshme që të intervenohet, prandaj fakti që kemi pasur sasi të mjaftueshme ka bërë që edhe sistemi shëndetësor të mos jetë në kolaps dhe të reagojmë në kohë të duhur për të mjekuar të gjithë pacientët të cilët janë trajtuar dhe po trajtohen në klinikat e vendit. Gjithashtu dua të dim edhe për sasitë e gjakut që shpërndahen në institucione apo të themi në qendra të klinika të ndryshme. Si bëhet i gjithë ky organizimi sipas nevojës në fakt në klinikat? Ne kemi 3 qendra regionale, atë të Tetovës, të Manastirit dhe të Shtipit, të cilat në vete përmbajnë pastaj edhe 22 qendra tjera në qytete më të vogla, në të cilat ka spitale dhe shtëpi të shëndetit, kështu që është imbuluar i gjithë territori i Republikës së Maqedonisë së Veriut me qendrat tona dhe aktualisht furnizohen të gjitha spitalet të cilat kanë nevojë për gjak dhe për produkte të gjakut në mënyrë të sigurt, në mënyrë të kontrolluar, sepse ky gjak kontrollohet për sëmundje transmisive dhe për sëmundje të ndryshme të cilat mund t'i ketë dhuruesi dhe recipienti kryesor ose pranuesi i gjakut duhet jetë i sigurt dhe i bindur se nga institucioni jon merr gjak të kontrolluar nga këto sëmundje dhe të sigurt për përdorim. Jeni shumë të njohur në fakt si institucion që bëni organizime të shumta humanitare për dhurimin e gjakut. Në të tregoni pak më shumë për organizimet e fundme që keni pasur, mirë edhe aktivitetet që do t'i keni në vijem. Duke pasur parasysh sfidën se rritet numri i të sëmurëve të cilët kanë nevojë për gjak dhe për produkte të gjakut, ne jemi qasë në mënyrë sistematike punës që të sigurojmë sasi të mjaftueshme dhe të mos ndodhemi në situata ku do të ketë mungesë. Prandaj kemi përfshirë edhe personazhe publik dhe institucione të ndryshme si pjesë e fushatës tonë për promovimin e dhurimit vullnetar të gjakut. Këtu kemi pasur një fushatë në të cilin i kemi përfshirë sportistët, sepse e dim që janë shembull për të rinjt dhe i ndjekin dhe është shumë mirë kur shohin që një sportist të cilin ata e pëlqejnë është shembull në vete dhe dhuron edhe ai gjak dhe ndizet ndoshta ai kandili i humanitetit edhe tek një i ri që të vijë edhe të jetë dhuruesi i gjakut. Një ashtu në kampanjën tonë kemi përfshirë edhe këngëtar, gazetar, profesor të ndryshëm, mjek gjithashtu të cilat do t'jenë një shembull dhe do t'jenë promotor të dhurimit vullnetar të gjakut, me të vetmin qëllim që institucioni jon të ketë sasi të mjaftueshme dhe klinikat dhe spitalet që do të kenë nevojë për pacientët e tyre të marrin shërbimin e duhur nëpërmjet sigurimit të gjakut dhe produkteve të gjakut të cilat janë të kontrolluara dhe të sigurta për përdorim nga pacientët. Për fund, zotëria Amir, cili do të ishte mesazhi juaj për të gjithë ata që duan të dhurojnë gjak dhe ndoshta deri më tani nuk kanë dhuruar? Është privilegj i njerëzve të shëndosh
që të japin gjak dhe të dhurojnë jetë. Shkaku se me një dhurim të gjakut mund të shpëtosh një jetë dhe kjo do me thënë shumë në kohën e sotshme kur altruizmi dhe mënyra se si mund të ndihmojmë njëri tjetrit është në nivele ndoshta jo të kënaqshme, prandaj nëse doni një mënyrë më të lehtë dhe më të mirë si mund t'i ndihmoni dikujt dhe të shpëtoni një jetë, ajo është duke dhuruar gjak, shkaku se për dikë ajo është më së nevojshme për trajtimin dhe kurimin e tij. Për të gjithë procesin, se si zhvillohet dhurimi i gjakut dhe informacionet e sakta, bisedoj me doktor Veton Qiqe për kriteret bazë që duhet plotësuar një person para dhurimit të gjakut. Siç dihet që dhurimi është një gest human, grada më e lartë e humanitetit për dhuruar një pjesë tënde, një pjesë e cila është shumë e çmueshme për personin. Për sa i përket kriteriumeve që duhet një person të dhuron, janë dy që duhet plotësohen dhe mandej në institutin tonë bëhet ekzaminimi mjekësor për të vlerësuar nëse dhuruesi është adekuat për të dhuruar gjak ose jo. Kriteriumet që janë është faktikisht të jetë i shëndetshëm, ketë shëndet të plot, tash këtu mund të ketë momente smundje kronike të ndryshme, mirë po nuk janë pengesë që dhurohet. Personi më e rëndësishme është që personi të jetë i shëndetshëm në moment, ta ndjen veten të shëndetshëm në momentin që planifikon të dhuron gjak, dhe e dyta, obligimi i dytë ose karakteristika e dytë është mosha e tij, dikun të jetë ndërmjet moshës 17 muaj dhe maksimumi 65 vite. Këto janë kriteriumet të cilat personi i ka për dhuruar gjak. Na tregoni pak më shumë edhe për llojet e gjakërave, pra grupet të cilat ndahen, që të informohemi pak më shumë. Grupet e gjakut ekzistojnë shumë në atë mbështjelljen e qelizave të kuqit gjakut, mirë po në popullat ndihen si dy grupe gjakut. Ajo është grupi sistemi AB0 dhe sistemi RH që e njohin popullata. Më shpeshti janë ABO, të cilat kanë karakteristikë klinike shumë të rëndësishme dhe ato i testojmë faktikisht ne dhe në popullat nihet si A pozitiv, B pozitiv, 0 pozitiv ose pjesa negative varësisht prej RH faktorit. Për këtyre grupeve më të shpeshta janë A-ja dhe 0 pozitiv, janë grupet më të shpeshta që ndodhen në popullat dhe gjithashtu dhe pacientët janë ato të cilët janë të shtrirë në spitale dhe kanë nevojë për këto grupet e gjakut. Më të rrallat janë grupet e gjakut të cilat kanë faktorin negativ. Domethënë RH faktori është negativ edhe prej tyre më e rralla është AB negativ në popullat, kurse madje të tjerat vijnë gradualisht duke u zmadhur. A mund të tregoni po ashtu edhe për analizat, pra të gjithë qytetarët që planifikojnë që të dhurojnë gjak, cilat janë analizat e duhura që duhet të kryen para se të dhurohet gjak? Domethënë kështu, personi i cili ka vendosur që sot të jep gjak, faktikisht ka ato dy kushte fillimisht që duhet t'i plotëson, të jetë i shëndetshëm dhe të jetë në grup mosha të cilat i cekëm, dhe pastaj në institutin ton bëhen disa ekzaminime, selektime. Fillimisht bëhet selektimi i dhuruesit dhe ajo mbaret prej nivelit të hemoglobinës në gjak. Ajo bëhet me një metodë e quajtur sulfat i bakrit, është një tretës i cili funksionon bazë peshës. Nëse pesha e hemoglobinës është më e madhe se pesha e tretësit, ajo bie poshtë pika e gjakut dhe atëherë konkludojmë që personi e plotson këtë kriterium për dhuruar gjak. Për meshkuj është diku të jetë mbi 135 hemoglobina, për femnat është mbi 125. Mandej bëhen disa testime tjera, është ekzaminimi nga ana e mjekut, mbatet shtypja e gjakut, më vonë vlerësohet tensioni i gjakut dhe nëse është në suaza normale, sa i përket protokoleve tona, atëherë dhuruesi i plotson kushtet për dhuruar gjak. Normalisht ka edhe disa pyetje tjera që paraprakisht dhuruesi i plotson në anketën që e bën para se të hynte mjeku në ekzaminim, në kontroll, dhe në bazë atij ankesës që është përgjigjen, ka disa pyetje shtesë që i bëjmë te dhuruesi për të parë shëndetin e tij, sepse ai plotson kushtet për dhuruar gjak apo jo. Mbasi që të mbaron dhuruesi, ka disa ekzaminime tjera, testime tjera për të siguruar gjakun që është i sigurt për pacientin, si dhe produktet e gjakut. Ato janë 4 ekzaminime që i bëm laboratorike, testohen viruset e hepatitit B, hepatitit C, HIV dhe një bakterie e cila shkakton sifilis. Gjitha njësitë e gjakut, pa marrë parasysh dhuruesi është për herë të para, për dytë apo më tepër, çdo herë pasi që dhurohet gjak, bëhen testime laboratorike dhe molekullare për këto testime, për ta siguruar që gjaku është i sigurt për pacientët. Na tregoni pak se ka edhe një shumë llojshmëri në fakt të dhurimit të gjakut, nuk është vetëm të dhurojmë gjak, po ashtu unë dua të di se sa kohë ruhet gjaku i cili qëndron të jetë cilësor. Ekzistojnë disa dhurime të gjakut, unë do t'i përmend vetëm 2 që ne i punojmë këtu.
është dhurimi i plot i gjakut që bëhet te dhuruesi dhe dhurimi aferik ose dhurimi i veçantë që bëhet që dhuruesi lidhet me një aparaturë e cila e filtron gjakun dhe i marrin vetëm qelizat të cilat neve na nevojiten. Në këtë rast punojmë me trombocitet, të cilat nevojnë për koagulimin e gjakut. Varësisht prej aditive që e mbajmë të gjaku, fati i gjakut është diku deri në 35 ditë i gjakut të qelizave të kuqe të gjakut, i plazmës është diku deri në 1 vjet deri në 3 vjet, ndërsa i trombociteve është diku deri në 5 ditë. A ka kufizime në peshë, moshë apo shëndet për dhurimin e gjakut? Duhet t'i përmendim disa smundje që dominojnë në popullatën tonë, ata janë smundjet kronike si tensioni, diabeti dhe problemet me yndyrën e gjakut. Të smundje nuk janë pengesë për dhuru gjak dhe medikamentet të cilat personat i marrin për t'i trajtuar ose t'i kontrolluar këtë smundje nuk paraqesin pengesë. Për shembull, barnët që janë për kundër tensionit nuk janë pengesë për dhurimin e gjakut, bile është shumë mirë që dhuruesi i cili ka kështu probleme me tension gjakut mos ta tejkalon terapinë ose dozën që duhet ta merr në atë ditë, sepse gjatë përvojës time zakonisht dhuruesit që planifikojnë e ndërprejnë terapinë dhe vinë dhurojnë gjak dhe mandej kemi probleme me matjen e shtypjes vërtet shumë lart. Dhe për atë arsye apeloj që të dhurues, të cilat kanë kështu tretman për tensionin e lartë gjakut, që mos ta ndërpresin terapinë, vinë lirisht dhurojnë edhe me terapi. Pjesa e dytë është për dhuruesit që kanë diabet tip 2. Këtu ka pak disa momente, duhet cekur se nëse dhuruesi është vetëm me kontrollim të sheqerit me anë të medikamenteve, domethënë vetëm me barnave, e kam fjalën për tabletat, atëherë nuk është pengesë për dhurimin e gjakut. Mirë, po nëse ai është duke kontrolluar sheqerin me hormon ose insulin, atëherë ajo paraqet pengesë. Gjithashtu edhe medikamente tjera për kontrollimin e yndyrës së gjakut nuk paraqesin pengesë për dhurimin e gjakut. Në tregoni pra, a ka doktor anë negative apo të themi rreziqe të cilët mund të paraqiten tek dhuruesit e gjakut? Janë pyetje që shumë shpesh i gjejmë në shoqërinë tonë, mirë po besoj që në fakt duhet të informohen rreth kësaj çështje një herë përgjithmonë. Po është procedura e cila lidhet, mirë po rreziqet për të paraqitur këto janë shumë e ulët, në 0,002% është rreziku, dhe ajo më shumë lidhet te vendi ku bëhet vendi punksioni, mund të jetë ndonjë skuqje, një reagim alergjik, mirë po është shumë e rrallë. Rreziqet që pothuajse fare nuk ka rreziqe, varësisht se si është përgatitur dhuruesi për dhuru gjak, fillimisht duhet të jetë i hidrum mirë, të merr lëngje mirë dhe mandej edhe të hajë diçka para se dhuron gjak dhe atëherë thojmë që është i përgatitur si duhet. Tash si çdo procedurë ka efekte anësore, mirë po ata janë shumë pak paraqiten gjatë dhurimit, pothuajse në 0,002% i cila paraqitet tek dhuruesit. Ajo është efekte anësore, janë efekte marramendje, gjersitje kështu me radhë. Në tregoni pra edhe për anët pozitive në fakt të cilët shfaqen tek dhuruesit, mirë po edhe po ashtu dua të di se sa kohë i duhet trupit të njeriu që të rigjeneron të themi të gjitha të gjak që ka dhuruar. Për dallim nga efektet anësore që nuk ka fare, efektet pozitive janë të shumta, sidomos në sistemin kardiovaskular, i cili e ull sipas disa studimeve shkencore që janë bë, e ull diku për 12% rrezikun për sulme kardiake. Mandej është efekti i cili i shkakton te vetë dhuruesi paraqet një farë ndjenje emocionale dhe psiqike të rehatshme, vetëm akti që e bën, sepse është dhurim, është gjest i cili ndihmon dikujt, ajo e bën personin ndihet shumë më mirë. Mandej ka edhe efekte tjera shëndetësore, të cilat lidhen me dhurimin e gjakut përveç sistemit kardiovaskular, tu ka edhe efekte tjera të cilat shpeshherë dhuruesit si motiv e kanë pjesën shëndetësore kur është niveli i hekurit shumë i lartë. Me anë të dhurimit të gjakut ajo mirëmbahet, mirë pa mos të keq kuptohen në popullat, sepse ka procedura tjera të cilat mirën për të ul nivelin e hekurit, mirë po dhurimi i gjakut e mban një farë nivelin e hekurit të ulët, edhe pse në disa mënyra në mënyrë fiziologjike mund të jetë edhe i ngritur te disa dhurues të gjakut. Sa i përket rigenerimit të qelizave që kthehet, pjesa e lëngshme e gjakut, uji, domethënë kthehet brenda 24 orëve, ndërsa pjesat e qelizave, si qelizat e kuqe të gjakut, duhet dikun rreth 1 muaj për të rikthyer rigjeneruar. Doktor, më tregoni pak për dallimin tani të themi tek meshkujt dhe të femrat, si dhurohet gjaku, a ka ndonjë dallim? Ka dallim kohor dhe dallim mbas hemoglobinës. Domethënë, atë e ceka më përpara është që hemoglobina te femrat duhet të jetë mbi 125, ndërsa te meshkut duhet të jetë mbi 135. Domethënë, femrat dhurojnë gjak çdo 4 muaj, që i bien dhurojnë çdo 3 herë në vit dhe meshkujt dhurojnë gjak çdo 3 muaj, që i bien në vit të dhurojnë 4 herë.
Atëherë doktor na informoni pak a shumë edhe për personat që kanë tatuazhe dhe piercinge të ndryshme. Është një temë që është me të vërtetë shumë aktualitet në shoqëri. Na tregoni pak më shumë, a mund të dhurohet gjak për ata persona? Po, patjetër që nuk ka problem tatuazha dhe piercingu. Është një temë e cila është aktualisht dhe shumë pyetje vijnë në adresën tonë rreth këtyre dy çështjeve. Mirë, po duhet t'i ruajmë dy momente këtu, sepse pasi që të bëhet tatuazha është një periudhë kohore e cila nuk lejohet dhurohet gjak, ajo është periudhë kohore prej 4 muaj, ka qenë 6 muaj, mirë po me teknologjinë që kemi në avancim, atëherë kemi ulë këtë kohë në 4 muaj, dhe gjithashtu dhe piercinga ka të njëjtë në 4 muaj. Nuk është problem, mirë po duhet patjetër të respektohet ky interval kohor prej 4 muaj. Doktor, cili do të ishte mesazhi juaj për të gjitha ata persona që ndoshta deri më tani nuk kanë dhuruar gjak, mirë po planifikojnë të ardhmen dhe për të gjitha përgjigjet në fakt që ju i adresuat, si t'i nxitën më shumë të rinjt, po ashtu edhe grup mosha të ndryshme që të dhurojnë gjak. Mesazhi është se për t'i bërë dikujt mirë është shumë lehtë. Për të dhuru vetëm një pjesë të gjakut e ke shumë lehtë, vish na vizitoni në institutin tonë ose ndonjë seksion që kemi gjatë plan programit tonë. Dhurimi i gjakut shpëton një jetë, jo një jetë, po shpëton 3 jeta. Një dhurim gjakut shpëton 3 jeta dhe ndoshta në të ardhmen do të keni ju nevojë, prandaj ftoj të gjithë qytetarët të cilat kanë paraqykime ndryshme, ju them se dhurimi i gjakut është i sigurt, nuk ka efekte anësore dhe pse mos të ndihmojmë dikujt, qoftë një nanë apo qoftë një bebe, apo një njeriu i cili është i aksidentuar në rrugë. Tani do të ndiqni procesin e dhurimit të gjakut nga një person i cili nuk ka dhuruar më parë, i cili zgjat 6 deri në 7 minuta. Dhurimi i gjakut është një akt i vogël që ka ndikim të madh. Me vetëm disa minuta çdo kush mund të bëhet hero dhe të ndihmojë ata që janë në nevojë.